تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد gjithë lavdia i takon vetëm Allahut. Ata lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka e devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti. Në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Al-Adab al-Mufrad të autorit Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, i cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Vazhdojmë me temën e radhës të librit, ku ka thënë autori rahimahullah, babu men ta'awwadha min al-kasal. Do të thonë kërkimi i mbrojtjes ose strehimit tek Allahu nga përtatësia. Kjo është një prej lutjeve me që këtu ka fillu autori rahimahullah, ka fillu me përmendje të disa lutjeve prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë që janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe një prej këtyre lutjeve është kjo ku kërkohet mbrojtje nga përtatësia. Ka thonë, pra thot Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Abdullah, qala haddathani al-Layth, qal haddathani Ibn al-Had, an Amr ibn Shu'aib, an abihi, an jaddihi, radhiyallahu anhu. Do të thënë, pra me këtë zinxhir transmeton nga Amr ibn Shu'aib, dhe ai nga babai i tij, dhe ai nga gjyshi i tij që është Muawiya ibn Haida radhiyallahu anhu, i cili thot sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, pra kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wal-maghram wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min adhab an-nar. Do të thonë, ka thënë pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë lutjes, o Allah, kërkoj mbrojtjet e ti nga përtatësia dhe gjithashtu nga rëndimi, ose mund të jetë, do të thënë, për qëllim i borxhit ose prej mëkateve. Do të thënë fjala maghrem, që mos ngarkohem me borxhe ose gjithashtu mos ngarkohem me mëkate. Wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal, dhe kërkoj mbrojtjet e ti nga fitnja e Mesihut Dajjal, gënjeshtar, dhe kërkoj mbrojtjet e tij nga dënimi i zjarrit, wa a'udhu bika min adhabin nar. Do thënë këto çështje janë prej çështjeve, kuptohet, do të thënë prej çështjeve të rëndësishme me të cilat që njeriu i kërkon te Allahu subhanahu wa taala, dhe këto cilësi janë prej cilave duhet të jetë i mbrojtur. Pasi njeriu duhet të lutet Allahut për secilën nevojë dhe për secilën gjendje të tij. Allahu subhanahu wa taala ka thënë, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Do të thënë Zoti juaj ka thënë, mu lutni që dhe unë do t'ju përgjigjem. Pra këtu kemi urdhër për t'u lutur, që do të thënë se lutja është obligim dhe është premtim nga Allahu. Nëse e kryejm këtë obligim, është premtimi se Allahu do të përgjigjet. Për këtë shkak, do të thënë njeriu duhet për çdo nevojë, për çdo çështje që e ka, t'i drejtohet Allahut subhanahu wa taala. Dhe t'i kërkoj prej Allahut të mirat e dunjas dhe të ahiretit, dhe shkaqet e të mirave në dunja dhe në
ahiret. Do të thënë, edhe i lutet Allahut që t'ia japë shpërblimin me xhenet dhe ta shpëtojë prej xhehenemit, dhe i lutet Allahut që ta furnizojë me vepra, me besim të drejtë, me udhëzim të plot, me vepra të mira, fjalë të sakta, që janë rrugë për të shkuar në xhenet. Edhe po ashtu për të mirat e dunjas, do të thënë njeriu i kërkon Allahut pasuri ose mirëqenie, rehati, dhe gjithashtu ja kërkon edhe shkaqet, po ashtu. Ja kërkon shkaqet siç janë largimi prej përtacisë ose largimi prej ngatësisë, paaftësisë, gjithashtu. Do të thënë të gjitha për gjitha këto i lutet Allahu subhanahu wa taala. Do thotë gjithmonë çështja lutja, do të thënë do t'i arrijë këto qëllime, sjelljen e të mirës dhe dobisë në dunja dhe në ahiret, dhe gjithashtu largimin e të keqes, do të thënë me të gjitha format, prej në dunja dhe në ahiret. Do të thënë sjelljen e dobive dhe mirësive të dunjas edhe gjithashtu të ahiretit, që është kënaqësia e Allahut dhe është hyrja në xhenet, edhe largimi i të gjitha të këqijave në dunja, çdo të keqe, do thotë, njeriu i lutet Allahut subhanahu wa taala që t'ia largojë atë. Edhe prej këtyre të këqijave është, do të thënë, përtacia, e cila është mungesë e vullnetit për të vepruar ndonjë vepër të mirë ose të dobishme. Ka në lutjen tjetër që do ta lexojmë, do të thënë ajz edhe kesel, e kemi shpjeguar edhe tjera herë dhe ju besoj që e keni të qartë, por sa për përkujtim, do të thënë për të bërë vepra të mira, që me të cilat fiton shpërblimet e xhenetit, ose për të bërë vepra të dobishme që fiton të mirat e dunjas dhe të ahiretit, njeriu duhet të shpëtojë nga këto dy aspekte, do të thotë që është paaftësia, që është mungesa e fuqisë për bërjen e veprës, dhe përtacia, që është mungesa e vullnetit për bërjen e veprës. Do të thënë, ka mundësi që njeriu të ketë dëshirë dhe vullnet, edhe të ketë zell, mirë po nuk mundet. Edhe ka dikush që mundet, është i aftë, mirë po nuk ka zell dhe nuk ka vullnet, nuk ka, do të thënë, energji për të bërë diçka. Prandaj gjithmonë i lutet Allahut që t'ia largojë këto të këqija. Dhe prej të këqijave të dunjas është edhe fitnja e Dexhallit, për cilën pra është në lutje të shumta. Edhe fitnja e Dexhallit është një e keqe që ndodh në dunja dhe që i ka pasojat për ahiret. Do të thënë, nëse dikush prej krijesave bie në sprovën këtë fitnë të Dexhallit, do të thënë, ajo është një e keqe që ndodh në dunja dhe ka pasoja të rënda për në ahiret. Dhe për këto çështje është përmendur gjithashtu në transmetim tjetër nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë Ebu Hurajra, do thotë nuk ka ndodhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të falë 2 ose 4 rekate. Do të thënë secilin namaz, nuk ka ndodhur që të falë 2 ose 4 rekate, përveç se kam dëgjuar duke thënë këtë lutje, që është para, do të thënë në fund, pas të shahudit, pas përfundimit të shahudit dhe selavateve, ka thënë, Allahumma inni a'udhu bika minan nar. Do të thënë këtë, pra kërkoj, o Allah, kërkoj mbrojtje nga xhehenemi. Edhe është transmetuar se një prej plakave ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, unë nuk di të flas si ti, do të thënë lloj fjalë, edhe lutje të bukura, por vetëm them në fund të namazit, Allahumma inni as'aluka al-janna wa a'udhu bika minan nar. O Allah, unë kërkoj xhenetin dhe kërkoj mbrojtje prej xhehenemit. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe unë të gjitha fjalët, do të thënë, që i them janë rreth kësaj. Çdo lutje është për këtë arritje përfundimtare. Pastaj është transmetuar gjithashtu nga Muhammad ibn Abi Aisha, thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ta mbaroj dikush të shahudin, le të kërkojë mbrojtje tek Allahu prej 4 çështjeve. Min adhabi jahannam, do të thënë prej dënimit të xhehenemit, wa adhabi al-qabr, prej dënimit të varrit, wa fitnati al-mahya wal mamat,
edhe të kërkoj mbrojtje tek Allahu, do të thonë nga sprovat e dunjas dhe nga sprovat e jetës dhe vdekjes. Do të thonë çdo sprovë që mund të ndodhë gjatë jetës, edhe gjithashtu në momentin e fundit të jetës, edhe po ashtu nga sprovat që vijnë gjatë vdekjes ose pas vdekjes. Wa fitnatul mahya wal mamat wal masih ad-dajjal, edhe të kërkoj mbrojtje nga sprovat që i sjell Dajjalli, Allahu na ruaj. Pra këtu dobit besoj që i keni të qarta, do thotë është kërkimi i mbrojtjes tek Allahu nga përtatësia, sepse përtatësia sjell, domethënë, dëme të shumta në jetesën e kësaj bote edhe në përgatitjen për ahiret. Gjithmonë njeriu duke arsyetuar vetveten me fjalën do të, gjithmonë duke mendu për të ardhmen, të përmirësohet, të bëj vepra, edhe kjo është prej shejtanit. Vazhdimisht shejtani e mashtron njeriu që ta lër veprën e mirë për nesër ose për të ardhmen, ose mendon kur ta mbaroj këtë, kur ta bëj atë. Kjo është prej rrugëve të përtatësisë. Për këtë shkak gjithmonë njeriu duhet ta kërkojë ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kërkon mbrojtje prej fitneve, kërkon gjithashtu ky hadith është argument për vërtetimin e dënimit në varr. Domethënë është një prej argumenteve të shumta me mira argumente, por megjithatë ka disa prej njerëzve të bidatit që mohojnë dënimin e varrit, megjithse argumentet për ta janë të shumta dhe ky është një prej tyre. Gjithashtu tham prej dobive është kërkimi i mbrojtjes tek Allahu nga sprovat e Dajjallit. Pastaj në hadithin e radhës gjithashtu ka edhe një transmetim tjetër për thot nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkonte mbrojtje tek Allahu ose strehohej tek Allahu nga e keqja e jetës dhe vdekjes, nga dënimi i varrit dhe nga e keqja e Mesihut Dajjal. Pastaj në temën tjetër thot Imam Bukhari rahimahullah, babu man lam yas'alillaha yaghdab alayhi. Do të thënë kjo temë që është kush nuk i lutet Allahut, Allahu zemrohet ndaj tij. Ka thënë Imam Bukhari, pra me zinxhirin e tij fillon haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Marwan ibn Muawiya qala haddathana Abu al-Malih Subih قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا أبو هريرة transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë man lam yas'al Allah ghadiba Allahu alayhi, kush nuk i lutet Allahut, Allahu zemrohet ndaj tij. Në hadithin tjetër ka thënë Imam Bukhari حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه. Pra nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, idha da'awtumullaha fa'zimu fi ad-du'a. Domethënë kur ti luteni Allahut, kërkoni në mënyrë të prerë. Lutuni Allahut me fjalë të prera. Wala yaqulanna ahadukum in shi'ta fa'atini. Edhe mos thot dikush asnjëherë, mos thot nëse do më jep. Do të thënë po duash o Zot, ma jep këtë ose diçka të ngjashme. Fa inna Allaha la mustakriha lahu, sepse Allahu nuk mund ta detyrojë askush. Do të thënë kur i bën lutjet në mënyrë urdhërore, o Allah më fal gabimin, o Allah më jep të mira kështu me radhë, do thotë këto folje urdhërore janë me kuptimin e lutjes tek Allahu subhanahu wa taala. Pra është një rregull në gjuhën arabe, i thonë kjo mënyra urdhërore kur bëhet nga lart poshtë është urdhër ose është obligim, kurse kur është nga poshtë lart është lutje. Do të thënë, prandaj kur edhe mes krijesave, do të thënë është ky kuptim, edhe kuptohet kur krijesa flet me folje urdhërore, do të thënë për krijuesin subhanahu wa taala, do të se ato janë lutje. Edhe kuptohet se nuk i thuhet Allahut po të duash,
ma bën këta, sepse nuk ka mundësi askush ta detyrojë Allahun subhanahu wa taala. Ka thënë gjithashtu në hadithin tjetër, حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان ابن عثمان قال سمعت عثمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ثوت pra nga Uthmani radhiyallahu anhu thot se e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë men qala sabaha kulli yawmin wa masaa kulli laylatin thalathan bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim lam yadurruhu shay. Do thot, pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot në çdo mëngjes dhe në çdo mbrëmje nga 3 herë në çdo mëngjes dhe në çdo mbrëmje nga 3 herë e thot këtë lutje bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Do të thonë me emrin e Allahut që me emrin e tij nuk mund të bëj dëm asgjë në tokë dhe as në qiell dhe ai është gjithë dëgjuesi i gjithdijshmi. Do të thonë ai është që dëgjon gjithçka dhe di çdo gjë. Atëherë nëse e thot këtë 3 herë në mëngjes dhe 3 herë në mbrëmje, nuk e dëmton asgjë, nuk i ndodh asnjë dëm. Ky hadith, do të thënë këta hadithe gjitha janë në kuptimin e lutjes, siç tham se Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që të lutemi, edhe për këtë shkak ai që nuk i lutet Allahut, ndaj tij Allahu zemrohet. Edhe kush nuk i kërkon Allahut, do të thënë Allahu zemrohet ndaj tij. Për këtë shkak njeriu duhet ta bëj lidhjen me Zotin subhanahu wa taala dhe të largohet nga krijesat, sepse kanë përmendur dietar që kur njeriu i lutet edhe i kërkon krijesave, ata zemrohen ndaj tij. Kurse Allahut kur njeriu nuk i kërkon, atëherë Allahu zemrohet ndaj tij. Dhe nëse i kërkon, do të thonë që Allahu është i kënaqur me robën e tij. Për këtë shkak njeriu duhet të largohet nga kërkimi i krijesave dhe t'i drejtohet gjithmonë me çdo kërkesë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Secilën çështje, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse ju kputet lidhësja e kputucëve, luteni Allahun, domethënë që t'ju furnizoj ose t'ja mundsoj, domethënë që ta ngjitni ose ta përmirësoni, domethënë edhe kputucën. Pra për secilën çështje duhet njeriu t'i lutet Allahut, të mbështetet plotësisht tek Allahu dhe shkaqet e mirësisë t'i bëj vetëm vet, pa i kërku dikujt tjetër. Edhe është përmendur në hadithin e dytë që e lexuam, domethënë një prej etikave të lutjes. Domethënë nuk është etikë ose mirësjellje ndaj Allahut subhanahu wa taala që ti lutemi domethënë në atë mënyrë duke thënë po të duhesh ma bën këtë ose nëse do ma jep e kështu me radhë. Ajo nuk është etikë e sjelljes së mirë ndaj Allahut subhanahu wa taala, sepse për Allahun nuk ka askush që mund ta detyrojë, domethënë vetëm i kërkohet direkt. Dhe është përmendur pastaj kjo lutje ose ky dhikr që nënkupton lutje. Domethënë fjala do thotë në fillim kur themi bismillah, këtu kemi një pjesëz në gjuhën arabe që është shkronja ba, bi, që e përkthejmë me emër, bi ismi, me emrin e Allahut subhanahu wa taala. Çka do të thonë kjo në gjuhën arabe, pra në gramatik përmendet kjo çdo herë që pjesëzat kur janë përmendur, patjetër duhet të kenë një folje me të cilën lidhen. Edhe ajo folje ndonjëherë përmendet në fjali, ndonjëherë nuk përmendet. Dhe këtu nuk është përmendur folja, me çka është e lidhur shkronja ose pjesëza ba këtu, me çka është e lidhur? Kan thonë është e lidhur me fjalën e'udhu. E'udhu bismillah. Do të thonë kërkoj mbrojtje ose strehohem me emrin e Allahut nga çdo e keqe, dhe kur njeriu strehohet me emrin e Allahut, do të thonë atëherë është strehimi plot, nuk ka dëmtim
Domethënë kur njeriu e merr për mbrojtje dhe mburoj emrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi, domethënë kjo është një cilësi ose përshkrim për emrin e Allahut, domethënë mbrohem ose strehohem me emrin e Allahut, që me emrin e tij nuk mund të dëmtoj asgjë në tokë dhe në qiell. Asnjë krijesë që gjendet në tokë dhe asnjë krijesë që gjendet në qiell nuk mund të sjellë dëm kur njeriu është i strehuar dhe i mbrojtur me emrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe pastaj përmenden këta dy emrat Allahut, As-Sami', që do thotë dëgjuesi i gjithçkaje, dhe El-Alim, do thonë i dishmi, i gjithdijshmi për çdo gjë. Nëse e bën këtë nuk e dëmton asgjë. Kjo është një prej atyre transmetimeve që kanë bënë me dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes. Edhe në lidhje me dhikrin dhe në lidhje gjithashtu me të gjitha llojet e lutjeve dhe të gjitha llojet e ibadeteve, duhet ta di njeriu, ta ketë parasysh çdo herë se këto për çka i bën, vetëm për të arritur kënaqësinë e Allahut. Një adhurim nuk pranohet tek Allahu përveç nëse është i pastër në përkushtim me sinqeritet vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe çka do të thonë i pastër në përkushtim, do thotë që veprën e bën njeriu vetëm për shkak të dashurisë ndaj Allahut, për shkak të shpresës tek Allahu dhe për shkak të frikës nga Allahu. Do të thonë e bën adhurimin vetëm që të arrijë kënaqësinë e Allahut, se dhe t'i afrohet dashurisë Allahut, duke shpresuar shpërblimin e Allahut dhe duke u friksuar prej dënimit të tij. Do të thonë veprën kur e bën njeriu duhet ta bëjë vetëm me këtë. Nuk duhet ta mendojë dhikrin për përfitimet e dunjas. Do të thonë ato patjetër se vijnë. Mirpo kur e bën këtë dhikrin e mëngjesit, njeriu nëse e bën që të jetë i mbrojtur gjatë ditës, edhe në mbrëmje e bën dhikrin që të jetë i mbrojtur gjatë natës, atëherë ka mundësi që nuk ka asnjë shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Se realitet për çka e ka bërë këtë vepër të ahiretit, vepër të adhurimit, për çka e ka bërë? Për dunja, domethënë për përfitime në dunja. Edhe Allahu ka thënë kush i kërkon të mirat e dunjas, i japim prej tyre, por në ahiret nuk ka asgjë, si është pra sipas kuptimeve të ajeteve. Edhe kemi përmendur më herët, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e ka synim ahiretin, Allahu do të thonë ja jep edhe të mirat e dunjas dhe të ahiretit. Por që synim e ka ahiretin. Do të thonë ja bën zemrën të pasur, i vjen dunjaja në nështruar, do të thonë i vijnë të mirat e dunjas dhe të ahiretit. Për këtë shkak duhet ta keni parasysh gjithmonë kur e bëni dhikrin, mos ti mendoni të mirat që fitohen në dunja prej dhikrit. Por bëhet dhikri një herë vetëm për madhrimin e këtyre kuptimeve, do thotë për lartësimin e emrit Allahut, për përmendjen e Allahut, madhrimin e Allahut, veçimin e Allahut me adhurim, hamd, lavdi, do të thonë tasbih, që do të thonë pastrim dhe lartësim, do të thonë këto janë kuptime madhështore që duhet t'i ndjejë njeriu dhe t'i bëj për të arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, dhe jo për të arritur prej këtyre të mirave të dobta të dunjas, por për të arritur kënaqësinë e Zotit të tij subhanahu wa ta'ala. Ky shikoni si është në hadith. Do të thonë kush e thot këtë në mëngjes 3 herë ose në mbrëmje 3 herë, nuk e dëmton asgjë. Do të kush e thot me këtë bindje të plot, kur e di se me emrin e Allahut nuk mund të dëmtoj asnjë ekzistencë, do të thonë në tokë ose në qiell, nuk mund të sjell dëm. Edhe nuk bën dëm, do të thonë as mësyshi, as sihri, as smundja, as virusi, as bakteria. Do thotë njeriu me të vërtet kur e ka këtë akide, edhe kur i di këto kuptime, atëherë zemra e tij lirohet nga të gjitha vezveset, frikat, si thonë disa prediktorë, ka thënë Sheikh Rabia, kur njeriu e mëson tauhidin, nuk e frikson asgjë. Kur ka mungesë në tauhid, friksohet edhe prej hijes vet. Do thënë atëherë asnjëherë nuk mund të arrijë sigurinë.
Për këtë shkak, do thot, njeriu duhet t'i thot këto me bindje. Dhe shikoni në këtë transmetimin e këtij hadithi, është një prej transmetuesve që përmendet këtu. Njëri prej transmetuesve. Ndoshta është emrin e ka Falij, po nuk e di cili prej këtyre transmetuesve me kunje që është përmendur. Kur e ka transmetuar këtë hadith, ai ka qenë që e ka pas një dorë të paralizuar, ky që e ka transmetuar këtë hadith. Dhe kur e ka përmendur hadithin, atëherë nxënësi i tij ja ka shikuar dorën. Edhe e ka kuptuar mësuesi ose shejhu, edhe ka thënë innal haditha kama haddathtuk. Pra hadithi është kështu si ta tregova. Nuk kam dyshim domethënë në hadith. Mirë po, atë ditë kur më ka ndodhur kjo nuk e kam thënë këtë dhikr, sepse ka qenë caktimi i Allahut që të ndodh në atë ditë. Domethënë me këtë bindje ata që kanë transmetuar këtë dituri, domethënë e kanë transmetuar me këtë bindje, edhe me këtë njohuri. Domethënë e ka ditur që atë ditë që i ka ndodh, domethënë paralizimi ose dëmtimi i dorës, e ka qenë i vetëdijshëm se nuk e ka thënë këtë dhikr. Edhe nuk ka pas luhatje, pra gjithashtu bindja në caktimin e Allahut, se kur të vijë caktimi i Allahut, thot nuk ka ndonjë fuqi që mund ta ndalë caktimin e Allahut. Dhe Allahu i sjell edhe shkaqet që të plotësohet ai caktim. Pastaj në temën tjetër thot autori Imam Bukhari rahimahullah, bab ad-du'a 'inda as-saffi fi sabilillah. Do të thënë lutja në rreshtimin e rreshtit, në luftë në rrugën e Allahut. Do të thënë kur bëhen rreshtat për të luftuar me armikun. Ka thënë حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ساعتان تفتح لهما أبواب السماء. Do të thonë transmetohet nga Sahl ibn Sa'd se ka thënë në dy kohë ose në dy momente hapen dyert e qiellit dhe do thotë se pranohet lutja dhe thotë wa qalla da'in turaddu alayhi da'watuhu. Edhe rrallë herë ndodh që në një lutësit ti refuzohet lutja. Do thot pra Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu është prej sahabeve dhe gjithashtu babai i tij është prej sahabeve. E ka transmetuar këtë thot kemi përmendur, domethënë kjo është prej çështjeve të ghaibit. Diçka që është ghaib. Dhe kur sahabët flasin për çështjet e ghaibit, në ky hadith e ka dispozitën e hadithit marfu', se sahabët nuk kanë folë diçka pa e dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe po ashtu me këtë kuptim ka hadithe të tjera që janë transmetuar si fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe Saadi, babai i Sahlit, domethënë përmendet që e ka pas emrin Hazan ose Hazn, domethënë ose Huzn, që do thotë si thot breng ose mallëngjim ose se ka diçka emra të ngjashëm edhe në gjuhën shqipe. Ose pikëllim, domethënë me këtë kuptim është huzn. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka ndryshuar. Edhe ja ka bë emrin Saad, që do thotë gëzim. E kundërta, do thotë nuk i ka pëlqyer këto emra që kanë kuptim të dëshpërimit ose pesimizmit. Mirë, do thotë se në dy momente, në dy raste, hapen dyert e qiellit dhe shumë rrallë mund të ndodhë që lutja t'i refuzohet dikujt në ato momente. Ka thënë hina yahdurun nida, do të thënë kur thirret ezani, wa as-saffu fi sabilillah, edhe kur rreshtohet rreshti i ushtrisë, do të thënë në rrugën e Allahut. Pra kur thirret ezani është përmendur në hadith tjetër
Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na ka treguar që kur thritet ezani ose mes ezanit dhe ikametit, duaja pranohet. Edhe ka thënë kur thirret ezani, njeriu e përsërit, e dëgjon ezanin, e përsërit atë që e thot muezini, pastaj dërgon salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj e thot lutjen që është e veçantë që të thuhet pas ezanit, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima. Dhe pas kësaj lutet, i kërkon Allahut çka i duhet atij, do të thënë kërkon prej mirësive të Allahut, atëherë lutja pranohet. Edhe në veçanti nëse kjo lutje është në namaz, nafile, që falen mes ezanit dhe ikametit, edhe është në fund të namazit para selamit, me të vërtetë këtë përkujtimin për këtë kemi përsëritur disa herë dhe vlen të përsëritet, mos u bëni të më thënë kopratës ndaj vetvetes në këtë moment. Pra është koha mes ezanit dhe ikametit, ku lutja nuk refuzohet. Edhe jenë namaz, pasi afru tek Allahu me të gjitha llojet afrimit, me lexim të Kuranit, me hamd, me dhikr, me përkulje, me në ruku, rënje në sejdë, madhrim, lartësim të Allahut, edhe më në fund, para përfundimit të namazit, që është mes ezanit dhe ikametit, do të thënë këtë kohë, atëherë njeriu duhet të kërkojë prej të mirave të Allahut shumë, pra t'i lutet Allahut subhanahu wa taala dhe ta zgjas këtë uljen para selamit, duke u lutur shumë. Kjo është një prej kohrave, do të thënë kur është lutja e pranuar, edhe janë përmendur në argumente të ndryshme, kohë të ndryshme, ku pranohet lutja, siç është, do të thënë kjo mes ezanit dhe ikametit, është në pjesën e tretë të natës, në 1/3 të fundit të natës, në fund të secilit namaz është lutja e pranuar, është një kohë në ditën e xumë që më saktë është se ajo kohë është para perëndimit të diellit, ditën e xumë, ku pranohet lutja, dhe në ato momente njeriu duhet të shtojë lutjet. Dhe këtu në këtë hadith është përmendur edhe në momentin para nisjes së luftës me armikun, kur rreshtohet ushtria, edhe pritet, do të thënë, të filloj lufta, të filloj betejë, atëherë lutja është e pranuar, sepse njeriu është në këtë vepër, do të thënë, madhështore, siç përmendet gjithashtu edhe lutja e xhiruesit gjatë agjerimit të tij, dhe në veçanti në fund, ka fundi i ditës, do të thënë kur është etur shumë, është uritur, është lodhur me adhurim, edhe para iftarit, do të thënë, duhet të shtoj lutjet. Gjitha këto janë momente kur pranohet lutja. Pastaj ka thënë autori rahimahullah, babu da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë kjo temë që ka të bëjë me lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë haddathana Yahya ibn Musa, qala haddathana Waki', qala haddathana Sa'd ibn Aus, an Bilal ibn Yahya, an Shutayr ibn شكل ابن حميد عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. Do të thënë, thot ky sahabi që ka emrin Shekel ibn Humeid, pra transmeton prej tij i biri i tij Shutayr ibn Shekel ibn Humeid, thot se thash o i dërguari i Allahut, ma mësoj një lutje që do të përfitoj prej saj. Më thënë mëso diçka që të lutem, që do të më bëj dobi, dhe ja kam mësuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë lutje. Edhe kjo është edhe një herë përsëritje, do të thënë, e rrugës së sahabeve që lutje, dhikr kanë kërkuar që të mësohet prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse nuk ka mënyrë më të mirë që njeriu t'i afrohet Allahut me ndonjë dhikr ose me ndonjë lutje, diçka më të mirë se ajo që është shpallur. Do të thënë, lutjet që janë librin e Allahut dhe lutjet që ne ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato janë më të mirat. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë lutje të lloj-llojshme njerëzve, varësisht prej gjendjes së tij ose nevojave që i ka ai njeri. Edhe prandaj njeriu kur i mëson këto lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta gjej veten dikun, se është ndoshta kur e dëgjon një herë një prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndoshta do thotë, pikërisht un kam nevojë për këtë, edhe e mëson këtë që i bën dobi. Ka thënë thuaj
Allahumma afini min sharri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa sharri maniyyi. Ka thënë, o Allah, më mbro prej të keqes së dëgjimit tim, shikimit tim, gjuhës sime, zemrës sime dhe prej të keqes së organit tim ose realitet fjala meni, do më thënë fara, sperma. Pra më ruaj nga të këqijat e këtyre gjymtyrëve. Ka përmendur këtu, do të thënë çdo gjë me të cilën njeriu mund të bjerë në haram. Dëgjimi, do të thënë më ruaj nga e keqja e dëgjimit, nga e keqja, do të thënë nga dëgjimi i muzikës ose fjalëve të këqija ose talljeve me fen ose përqeshjeve të njerëzve ose dëgjimi, do të thënë i gibetit, i përgojimit ose bartjes fjalëve ose gënjeshtrave duke mos i kundërshtuar, do të thënë dëgjimi i këtyre punëve ose i këtyre fjalëve dhe zërave, do të thënë zërat e instrumenteve ose këndimi, do të thënë ato mënyra që nuk janë të ligjshme. Thotë gjitha këto janë shkak, do të thënë për ta ngarkuar veten me mëkate, përmes veshit, përmes dëgjimit. Dhe gjithashtu u basari edhe prej shikimit, do të thënë që mos shoh haram prej llojeve të ndryshme të haramit, do të thënë shikimi në auretin e dikujt tjetër prej burrave ose grave, shikimi i grave të huaja dhe haramet të tjera, të gjitha ato, pra me këtë njeriu i lutet që t'ia mbroj shikimin prej çdo harami dhe gjuhën, gjithashtu gojën, do të thënë mos flas diçka që është keqe, dëmshme për mua në dunja ose në ahiret, dhe më mbroj prej të keqes zemrës sime, do të thënë prej mendimeve të gabuara, prej besimeve të devijuara, dhe gjithmonë njeriu t'i lutet Allahut që t'ia udhëzoj zemrën me besim të saktë, me rrugë të drejtë, sepse nëse në zemër futet një besim që është në kundërshtim me atë që ka shpallë Allahu subhanahu wa taala, atëherë njeriu ka vetëm dëm prej asaj zemre, edhe ka shkatrim, edhe gjithashtu është përmendur kjo çështje, do të thënë mbrojtja prej zinas, mbrojtja prej përdorimit të gjymtyrëve në diçka që është haram, edhe prej përdorimit të kësaj fuqie që Allahu ja ka kriju njeriu në diçka që është haram, do të thënë përdorimi në zina, pra prej gjitha këtyre i lutemi Allahut që të na mbrojë prej tyre. Pastaj ka thënë Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا أبو حفص قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرو ابن مرة قال سمعت عبد الله بن الحارث قال سمعت طليق ابن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما. مثلا me këtë zinxhir nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thot, e kam dëgjuar të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam duke u lutur me këtë lutje: Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkur li wa la tamkur alayya, wa yassir li al-huda, wansurni ala man bagha alayya. Pra, do të thonë, o Allah, më ndihmo mua dhe mos ndihmo kundër meje. Më përkra mua dhe mos përkra, do të thonë, armikun tim kundër meje. Këto do thotë që njeriu kërkon ndihmë dhe përkrahje nga Allahu subhanahu wa taala për çdo të mirë, dhe kërkon, do të thonë, që të jetë i ndihmuar kundër armikut dhe mos ndihmohet armiku kundër tij. Dhe armiku numër 1 i njeriu është shejtani, është nefsi i vet, gjithashtu edhe është shejtani. Pra, me këtë dua njeriu i lutet Allahut që ta ndihmoj për rrugën e drejtë dhe për vepra të mira, dhe mos e ndihmoj epshet e tij ose nefsin e tij, dhe mos e ndihmoj shejtanin dhe armiqtë të tjerë prej njerëzve dhe xhinëve që ta pengojnë nga rruga e Allahut, por ta ndihmoj, pra më ndihmo mua dhe mos ndihmo kundër meje. Wamkur li wala tamkur alayya, dhe bën kurthe për dobin time, dhe mos më bëj kurthe kundër meje. Do të thonë, pra kurthi është ajo që kur njeriu mendon, do të thonë kurthi prej Allahut, është kur njeriu mendon se është
shpëtuar ose i mbrojtur, pra thellohet në gjunahe, bën mëkate, edhe mendon se dënimi nuk i vjen. Edhe atëherë Allahu ja lehtëson këto, edhe ndoshta i jep të mira edhe më shumë thellohet në devim dhe në mëkate. Edhe atëherë kur t'i vi befas, domethënë dënimi i Allahut, atëherë ajo është me të vërtetë i shkatruar dhe i thelluar. Mirëpo kanë përmendur dietarët se gjithashtu në kurth është edhe nëse një njeri bën vepra të mira, edhe mendon se ka arrit te Allahu subhanahu wa taala. Edhe mendon se duhet patjetër Allahu do t'ia pranojë veprat, edhe nuk mund devijoj. Atëherë, më thënë është në këtë kurth, edhe është në këtë rrezik, prandaj gjithmonë duhet të lutet Allahut që mos bjerë në kurthe të këtilla, do thotë, por gjithmonë ta bëj veprën e mirë dhe t'i lutet Allahut që ta pranoj, duke ditur se e bën me mangësi, me dobësi, dhe nuk mund njeriu të arrijë në një nivel ashtu si meriton Allahu subhanahu wa taala që ta bëj ibadetin. Prandaj vazhdimisht e ndjen veten të vogël dhe gjithmonë nevojtar për Allahun subhanahu wa taala, duke ditur se nëse s'kish dashur Allahu nuk e kishte bërë as kët ibadet. Domethënë prandaj wamkur li wala tamkur alayya. Domethënë bën kurthe për mua që të jenë në dobin time. Nëse armiku për shembull mendon se mund të më dëmtoj, që të bjerë në befasi jo të mirë për ta, po të jetë e mirë për mua, dhe mos më bën kurthe mua që duke menduar se jam rrugën e mirë të devijoj ose të gaboj. Dhe wayassir li al-huda, këtu është në transmetim tjetër wahdini wayassir al-huda ilayya. Domethënë më udhëzo dhe ma lehtëso udhëzimin. Domethënë më udhëzo që ta di të vërtetën dhe ma lehtëso që ta pasoj të vërtetën. Pra të dyja duhet të kërkohen nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe si është gjithashtu në lutje tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, arini al-haqqa haqqan warzuqni ittiba'ahu. Domethënë ma bëj ta shoh të vërtetën si të vërtetë dhe ma mundso që ta ndjek atë vërtetë. Ka njerëz që e shohin, pra janë të udhëzuar, por nuk e kanë udhëzimin e lehtë, nuk mund ta ndjekin. Prandaj, domethënë të dyjat, wahdini wayassir al-huda ilayya ose li, domethënë më udhëzo dhe më lehtëso udhëzimin. Wansurni ala man bagha alayya, dhe më ndihmo kundër atij që më sulmon. Domethënë duke filluar nga nefsi vet, nga shejtani, edhe secili që sulmon padrejtisht. Pastaj thot Rabbi ij'alni shakkaran lak, dhakkaran lak, rahiban lak. Domethënë Allah më bëj që shumë të falenderoj, që vazhdimisht të jem falenderues ndaj teje, që të jem gjithmonë që të përmend ty, vazhdimisht, domethënë që bëj dhikr, rahiban lak, që gjithmonë friksohem prej teje, mitwa'an lak, që jam i bindur ndaj teje, vazhdimisht, mukhbitan lak, që jam i përulur, domethënë më bëj çdo herë të përulur dhe të nënshtruar ndaj teje, awahan muniban, dhe më bëj që gjithmonë kthehem dhe pendohem. Pra vazhdimisht awah, do të thonë që vazhdimisht kthehet njeriu. Do thot ose kur harron për shembull dhikrin, më njëherë kthehet në dhikr. Nëse e fillon një muhabet, do të thonë prej muhabeteve të dunjas, shumë shpejt kthehet në përmendjen e Allahut dhe përmendjen e asaj që është e dobishme. Ose bën mëkat, rrëshqet, më njëherë kthehet me pendes tek Allahu, munib, do të thonë i penduar, vazhdimisht që pendohem për gabimet, pra më bëj të kthyeshëm te ti në rrugën e drejtë vazhdimisht dhe që vazhdimisht pendohem për gabimet. Taqabbal tawbati waghsil hawbati, do të thonë ma prano pendimin tim, ma laj mëkatin tim. Wa ajib da'wati wa thabbit hujjati, edhe përgjigju lutjes sime dhe ma përforco argumentin tim, argumentin në dunja, do të thënë argumentin për të vërtetën dhe argumentin në varr, do të thënë që të përgjigjem me argument fuqishëm
dhe me dituri të saktë, do të thënë me përgjigje të sakta, dhe gjithashtu në ditën e gjykimit, që njeriu të japë përgjigje të cilat e shpëtojnë. Do të thënë kjo është lutje drejtuar Allahut subhanahu wa taala, ma përforco argumentin. Wahdi qalbi, ma udhëzo zemrën, wasaddid lisani, dhe ma drejto gjuhën, waslul sakhimata qalbi, edhe largo ma errësirën e zemrës ose smundjen e zemrës, ma shëro. Do të thënë kërkon njeriu i devotshëm, do të thënë e kërkon udhëzimin e zemrës dhe drejtimin e gjuhës, që zemra ketë synime dhe rrugë të saktë dhe gjuha të jetë në përputhje me atë që është në zemër. Mos ketë gënjeshtra dhe po ashtu mi largo errësirat ose smundjet e zemrës që secili njeri patjetër ka diçka prej tyre. Pastaj në hadithin e radhës thot qala Muawiya ibn Abi Sufyan, këtu e kanë përmendur vetëm pa zinxhir, domethënë, por Imam Bukhari ka përmendur me zinxhirin e tij, ka thonë haddathana Ismail qala haddathani Malik an Yazid ibn Ziyad an Muhammad ibn Ka'b al-Quradi qala Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu ala al-minbar. Domethënë Muawiya radiyallahu anhu kur ka qenë minber duke mbajt hutbe, ka thonë innehu la mani'a lima a'tajt. Domethënë Allah nuk mund ta jap askush atë që ti e ndalon. Wala mu'ti, nuk mund ta pengoj askush atë që ti e jep. Wala mu'tiya lima mana'at. Wala mu'tiya lima mana'a Allah. Edhe askush nuk mund ta jap atë që e pengon Allahu, që e ndal Allahu. Wala yanfa'u dhal jaddi minka al jadd. Edhe nuk ka mundësi, do të thënë nuk ka fat. Nuk ka, do të thënë ndonjë si thuhet fatmir ose, por fati është dhe e mira vjen vetëm nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe pastaj ka thonë wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin. Kujt ja do Allahu të mirën, ja mundson ta kuptoj fen, në kuptim të sakt fesë. Dhe ka thonë Muawiya radhiyallahu anhu, sami'tu haula'i al-kalimat min an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi al-a'wad. Në këto fjalë i kam dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbi këtë dru, do të thënë mbi minber. Në këtë mënyrë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë. Pastaj thot Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا يحيى ابن بشير قال حدثنا أبو قطن عن ابن أبي سلمة يعني عبد العزيز عن قدامة ابن موسى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دثت أبو هريرة رضي الله عنه ترانسميتوت سكاثان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو مثلا يدرغوري الله صلى الله عليه وسلم لوتي ما كتلوتيا اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري والله ما përmirëso fen e cila është çështja ime kryesore dhe është mbrojtja e çështjes sime, është përforcimi i të gjitha çështjeve të mia. Wa aslih li dunyai allati fiha ma'ashi, dhe ma përmirëso dunjan në të cilën është jetesa ime. Waj'al al-mauta rahmatan li min kulli su, edhe ma bëj vdekjen mëshirë dhe rahati nga çdo e keqe, nga çdo e keqe që ka përjetuar në dunja. Domethënë kjo është lutje që njeriu duhet ta kërkojë nga Allahu. Ma bëj vdekjen të jetë rahatim dhe qetësim nga çdo e keqe. Dhe jo të thotë për njerëzit se u rahatua dhe ose u pre, si thonë, demek u rahatu nga vështirësitë e dunjas, sepse atë nuk e dim. Domethënë ajo është ghaib, por njeriu gjithmonë duhet të lutet që vdekja të jetë rahati dhe vdekja të jetë një moment i mirësisë që pas saj vetëm shtohen të mirat deri në hyrjen në xhenet, deri në arritjen e kënaqësisë së Allahut, deri në shikimin në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Do thotë të jenë gjithmonë pra pas vdekjes vetëm të shtohen të mirat më shumë edhe të rahatohet nga çdo e keqe që ka qenë në dunja. Pastaj ka thënë Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Ali, qala haddathana Sufyan, qala haddathana
Sumej an Abi Salih an Abi Huraira radhiyallahu anhu. Pra gjithashtu me këtë zinxhir nga Abu Salih, thotë se transmeton nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka thënë kanë Nabiu sallallahu alaihi wasallam yata'awadhu min jahdi al-bala wa daraki ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da. Do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkonte mbrojtje tek Allahu, strehohej nga lodhja e sprovave, do të thonë jahdi al-bala, do të thonë që kërkoj mbrojtje o Allah te ti nga lodhja e vështirësive që ndodhin në dunja, nga goditjet ose belat e dunjas. Wa daraki ash-shaqa, dhe kërkoi mbrojtje nga shkallët nga përshkallëzimi i dëshpërimit. Do të thënë kemi përmendur tjera herë se fjala shkallë në gjuhën arabe ka daraj nëse është për të hipur, kurse darak nëse është për të zbritur. Pra kërkoi mbrojtje nga gjithmonë që të shtohet e keqja, sepse të këqija i ndodhin njeriu në dunja, po kërkoi mbrojtje që mos jem në gjendje që vazhdojnë vetëm të këqijat të shtohen, edhe pas vdekjes Allahu na ruaj gjithashtu. Wasu il qada, edhe nga një caktim i keq, do të thënë nga ajo që njeriu e përjeton si të keqe, kërkojmë mbrojtje tek Allahu. Wa shamatatil a'da, edhe nga gëzimi i armiqve. Do të thënë mos më ndodh diçka që i gëzon armiqtë e mi. Dhe hadithi i fundit për sot thot Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه. Do të thënë nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte: Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal wal-jubni wal-haram wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat wa a'udhu bika min 'adhabi al-qabr. Do të thënë, o Allah, kërkoj mbrojtje të ti nga paaftësia dhe përtatësia, që thamë në fillim. Gjithashtu kërkoj mbrojtje nga kopratësia dhe pleqëria e rëndë. Do të thënë kopratësia, el-gjubën, do të thënë nga frika, e kundërta e trimërisë. Do të thënë është në tjetër transmetim min el-jubni wal bukhl, do të thënë kërkoj mbrojtje të tij nga frika dhe kopratësia. Kurse këtu është nga frika dhe pleqëria e rëndë. Pra fjala haram, do të thënë kur njeriu plaket, keni kujdes, do të thënë nuk kërkohet mbrojtje vetëm nga shtimi i viteve, do të thënë shumë vjet mu plak, por qëllimi është që ajo pleqëri mos jetë me dobësi të skajshme, me humbje për shembull të shqisave, me humbje të vetdijes ose humbje të plot fuqisë fizike. Pra kësaj thuhet haram. Dhe kërkohet mbrojtje nga pleqëria e rëndë. Wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat, kërkoj mbrojtje nga fitnet e jetës dhe vdekjes, dhe kërkoj mbrojtje nga dënimi i varrit. Këto të gjitha u përmenden më herët dhe janë në disa forma, do të thënë janë këto të lutjet që thuhen në fund të namazit. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin.